Kampionati ballkanik i volejbollit në Rër ka vazhduar sipas orarit të parapar, dje pasdite dhe në orët e mbrëmjes, ku zhvilluan 12 ndeshje mes ekipeve pjesëmarrëse sipas itinerarit nga ana e organizatorit. Krahas ndeshjeve, mbrëm ashtu siç edhe ishte caktuar, u bë hapja solemne e këtij kampionati ballkanik për moshat në 22 vjeç, ku të pranishëm ishin kreu i komunës së Tetovës, Bilal Kasami, zëvendës kryeministri i parë i qeverisë së Maqedonisë së Veriut, Izet Megjiti, ministri i sportit Borko Ristevski, kryetari i Federatës së volejbollit Petar Jovanovski dhe shumë emra të njohur nga jeta sportive dhe ajo publike mes ekipeve pjesëmarrëse. Kryetari Bilal Kasami në hapjen zyrtare të këtij kampionati tha se ky është një event i veçantë për qytetin e Tetovës. Kam kënaqësinë që në Tetovë këtu nga sheshi Iliria të promovojmë hapjen e kampionatit ballkanik në beach volley. Është një ndër sportet më atraktive që ka grumbulluar në Tetovë 6 shtetet ballkanike dhe dikon 15 ekipe, nga të cilat 8 të konkurrencës së djemve dhe 7 konkurrencën e vajzave. Për Tetovën kjo është një event i veçantë dhe sigurisht që besojmë që në këto 3 ditë të garave ballkanike për gjeneratat ndër 22 vjet do të jetë natë e sportit ku tetovarët do të mund të kalojnë çaste të bukura dhe sigurisht besojmë dhe urojmë që të fitojë ekipa më e mirë dhe sigurisht kjo do të jetë një ndër rastet që tetovarët do ta mbajnë në mend në memorien e tyre. Kryetari i Federatës së volejbollit Petar Jovanovski, i mahnitur me këtë organizim të shkëlqyer, falenderoi qytetarët e Tetovës. Se nadevам дека овие 3 дена ќе ви ги разубавиме. Të nderuar tetovar, shpresoj që këto 3 ditë do t'u zbukurojmë, do të shihni një sport shumë të bukur, do të shihni fëmijë të ri, të cilët luajnë volejboll dhe do t'u zbukurojnë këto 3 ditë. Nuk do të flas më tepër, por një falënderim i veçantë për zotin Ajtin, i cili bëri çdo gjë që kjo të duket kështu bukur, tha Petar Jovanovski. Në ndeshjet e para të ditës së sotme u shënuan këto rezultate. Në kategorinë e vajzave, Shqipëri-Moldavi 0-2, Romani-Turqi 2, 2-0, Maqedoni-Turqi 1, 0-2, ndërsa në kategorinë e meshkujve, Moldavia 2 mundi Shqipërinë 2-0. Garat sipas orarit vazhdojnë në orët e mbrëmjes, ndërsa nesër zhvillohen ndeshje gjysmëfinale dhe ato finale, ku ekskluzivisht emitohen në rrjetet sociale të televizionit Koha.